Por unë ditë them një gjë ama, për herë të parë, qysh se ne kemi hyrë në procesin e materializimit të asaj ëndrës madhe që u shpreh me atë thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa, për herë të parë, na ndodh që të kemi një përputhje të dyjave, të rrethanave tona të brendshme dhe të kësaj ëndre me rrethanat e brendshme të Europës dhe me vullnetin e tyre për të na marrë brenda. Pra, kur Europa ishte më e hapur ndaj zgjerimit, ne ishim kërkund. Kur ne filluam të bëhemi më të pranueshëm, ata humbën dëshirën për zgjerimin. Dhe në këtë moment janë përputhur gjërat. Dhe si janë përputhur? Janë përputhur, po t'jap një shembull shumë të thjeshtë. Ne ulëm në tryezë dhe filluam të negociojmë konkretisht pasi bëm procesin screening vjet. Pra vjet në gjysmën e dytë të vitit vjetshëm. Dhe na është dhënë dhe kemi rënë dakord për një kornizë që t'i mbyllim negociatat në 2027. Që i bie 2024, 2027, për gjysmën e dytë, i bie më pak se 3 vjet. Nuk i ka ndodhur asnjë vendi tjetër. Kroacisë i ndashur 7 vite që ka shkëlqyer në atë punë. Nuk i kanë Malizi ka vite e vite që është në këtë proces. Dhe kjo pse? Sepse janë përputhur të dyja. Është përputhur rritja e besueshmërisë tonë, rritja e respektit ndaj nesh, fal punës që ne bëjmë me nevojën e tyre për të zgjeruar Bashkimin Evropian dhe për të dhënë një sinjal shumë të fortë që po shkojmë drejt një riunifikimi të Evropës. Dhe përsëri në mars, ne do të hapim grup kapitujt të tjerë zyrtarisht të negociatave. Tani, ky proces është një proces ku kemi 1000 vetë që janë në punë, 1000 vetë që merren me negociata në gjithë sektorët. Dhe nuk ka asnjë minutë për të humbur. Jo më lëkundje, po asnjë minutë. Duhet të fokusohemi të gjithë tek ky proces. Duhet i japim në 11 maj fuqi këtij procesi. Duhet mos ketë ndërprerje asnjë ditë, sepse shpejtësia marrëmendse e kësaj pune është e paparë si sfidë. Dhe imagjino të hymë ne në historira me kujtim gjuzi. A e kupton tani se ku jemi apo jo? Kujtim gjuzi është fryma, pamja dhe gjithë simbolika e Shqipërisë madhështore. Ne nuk na duhet kjo, ne na duhet Shqipëria në Bashkimin Evropian.